Rasti që po ju paraqes sot është sipas mendimit ton me interes të veçantë dhe do ta ndjekim rrugën në të kundërt. Do të fillojmë nga videoja dhe do të fokusohemi vetëm te zemra fetale për të kuptuar dhe arritur më pas diagnozën. Pam një pamje të rregullt me 4 dhoma, pam një seksion të djathtë të rregullt dhe pam që shpejtësia përmes valvulës pulmonare është absolutisht normale. Në këtë imazh me ngjyrë shohim se në 3A paraqitet një raport i rregullt mes isthmusit dhe duktusit. Sërish pamja me 4 dhoma, përpiqemi të pozicionohemi në projekcioni më i mirë për të marrë një seksion të mirë të anës majt. Dhe shihni që përmes cinelup, tani do ta zmadhojmë imazhin, mund të dallojmë seksionin normal të anës së majt. Pam kryqëzimin normal të enëne dhe mungesën e një keqvendosjeje të aortës në raport me septumin interventrikular. Vazhdojmë me ekzaminimin ton. Vazhdojmë të shohim rregullsinë e seksionit majt. Nuk e di nëse keni vënë re që bëhet fjalë për një paciente të shëndosh, prandaj vështirësitë që po hasim gjatë këtij ekzaminimi janë krejtësisht normale, edhe për shkak të trashësisë së nënlëkurës dhe të vetë pacientes. Më në fund ky fetus është vendosur në një pozicion edhe më të mirë. Mund të shihni boshtin e rregullt të zemrës, 4 dhomat e rregullta, seksionin e majt të rregullt që vlerësohet sërish në këtë projekcion. Ju them që tani që situsi është i respektuar, pam aortën dhe venën kavë që kanë një pozicion normal, shihni aortën zbritëse që është paksa e zhvendosur majtas në raport me trupin vertebral. Dhe edhe një herë, imazhi i prerjes 3 baza trakea. Dhe pastaj do t'ju shpjegoj pse theksova faktin që siti ishte normal. Na ndihmon gjithmonë edhe rishikimi ngadalt për të parë që projeksionet kardiake të jenë gjithmonë normale. Madje kemi provuar përmes një rregullimi me frekuencë më të ulët të depërtojmë edhe më mirë të kjo paciente, por siç mund të verifikoni edhe ju, nëpërmjet imazheve që po shfaqen, jemi përballë një zemre absolutisht normale. Shihni gjithashtu përmasat e muskulit të zemrës në krahasim me madhësinë e kraharorit. Janë normale. Valvulat atrioventrikulare kanë një lëvizje të rregullt sepse keni parë që mbushja e ventrikulit është absolutisht normale. Kemi parë që stomaku është i pozicionuar poshtë ventrikulit majt. Situsi është vlerësuar tashmë kur kemi bërë ekzaminimin e kokës dhe kemi vlerësuar shtyllën kurrizore. Dhe është një sitosolitos, dhe vazhdojmë ende të shohim imazhet që po kalojnë të këtij zemre. E zmadhojmë edhe më shumë imazhin, verifikojmë përsëri praninë e një septumi interventrikular të rregullt. Shikohet gjithashtu septumi interatrial i rregullt, septumi interatrial. Septumi i parë është shumë i dukshëm, septumi i dytë në atë projekcion është më pak i dukshëm, por shihni që kur kalojmë në prerjen transversale, edhe septumi i dytë mund të shihet lehtësisht. Vazhdojmë të këmbëngulim në projekcionin e majt dhe edhe një herë shohim që është absolutisht normale. Kjo është ajo që ju thash. Më parë për rregullsinë e septumit interatrial dhe për masat e valvulës së foramen ovale. Shfletoj përsëri imazhet dhe këtu shihni shigjetat e vendosura pranë anës së majt. Ndërkohë shihni që edhe frekuenca kardiake është normale. Edhe një herë pozicionohemi duke u përpjekur të vendosim majën e zemrës drejt projekcionit të imazhit tonë. Dhe edhe një herë shihni që kjo zemër duket absolutisht normale. Përsëri frekuenca. Mirë, në fakt ky fetus lind me një krizë cianotike të rëndë, pothuajse menjëherë pas lindjes së tij, duke shfaqur shenja kritike.
vetëm pak minuta të shkurtra pas lindjes, foshnja intubohet menjëherë. Mjekët përpiqen me çdo kusht të zbulojnë shkakun e vërtet të kësaj krize të rëndë cianotike të foshnjës. Fillon të dyshohet menjëherë për një anomali të mundshme të zemrës, pa mundur dot të arrijë në një përfundim. Fatkeqësisht, pa një diagnozë të sigurt si shkak i krizës së të porsalindurit, ai transferohet në një njësi të kardiologjisë dhe të kirurgjisë kardiake. Dhe pra, jo pa vështirësi, edhe pas lindjes. Këtij porsalinduri i vendoset diagnoza e kthimit venoz pulmonar anormal në formën suprakardiale. E shihni aty, e treguar me shkronjën atë. Kjo për t'ju thënë të farë, që ka disa anomali kongenitale, në këtë rast flasim për kthime venoze pulmonare anormale të tipit të plot, të cilat fatkeqësisht nuk mund të diagnostikohen në periudhën prenatale. Shkalla e zbulimit e raportuar në literaturën shkencore varion nga 1.5% deri në 7 deri në 8% dhe në disa raste deri në 9%. Por mbani parasysh që mundësia për të njohur anomalit, e cila arrin nivele absolutisht gjesharake, pra 9 deri 10%, ka të bëjë me ato raste kur ka anomali të shoqëruara dhe, para së gjithash, izomerizmi. Në rastin që keni parë dhe që ju tregova, që ishte një kthim venoz pulmonar anormal i tipit të izoluar, fatkeqësisht mundësia për ta njohur është mes 1 dhe 2. Pra, 2 raste për çdo 100 fetuese. Prandaj, për këtë arsye është mjaft e rëndësishme që edhe ata që shikojnë këto video informuese dhe kanë pajisje në ambulancën e tyre mjekësore, një fluks të vazhdueshëm pacientësh. Duhet të di se mundësia për të njohur disa anomali kongenitale, dhe ky është vetëm një shembull, është jashtëzakonisht e vështirë, në disa raste madje e pamundur. Ju faleminderit.